Rrëshqitja e dheut që është shkaktuar nga të reshurat e shumta të shiut muajin e shkuar ka shkaktuar dëme në një pjesë të objektit të paralelës së ndarë të shkollës Dom Mikel Tarabulizën në fshatin Letnicë të Vitisë. Për pasojë, uji nga lumi në afërsi pati dëpërtuar në hapësirat e shkollës, ndonse gjatë kësaj kohe janë bërë disa punime e procesi mësimor është zhvilluar normalisht. Prindërt të nxënësve shprehen shqetësim për sigurinë e fëmijëve. Disa prej tyre paralajmëruan se në rast se komuna nuk ndërmerr veprime për ta sanuar dëmin, atëherë nuk do t'i dërgojnë më fëmijët në shkollë. Kushtet janë katastrofë shkollës. Kemi qenë komunë, po thojnë po s'po intervenojnë diçka që s'e më shumë i madh. Jemi anku drejtoria, po i bën do pagjera pak edhe samo domethënë uji apet hin mrena. Shkon pak kohë, uji hin mrena apet. Ka fshirë dhe domethënë shkollën e ka dëmtuar, tash është s'ka siguri kur gjë për fëmijët aty. Kryetari i fshatit Shënxhoni e mbajti përgjegjëse komunën e Vitisë për mosanimin e duhur të dëmit edhe një muaj pas rrëshqitjes së dheut. Po kjo është para një muajve. Po ata e kanë lajmëruar ne këta tarësimit, viti kanë ardhur pak, janë mënu me s'ka ju, po shumë pak e kanë asisë. Ka nevojë me rregullu si peshqefni dhe jo, aty shumë ka balë, ka dhe ujë. Zëvendës drejtori i komunës Hasan Aliu thot se deri më tash janë realizuar 2 ndërhyrje, ndërsa paralajmëroi se ajo përfundimtare do të bëhet pas pushimit dimror. Sërish dheu ka rrshit dhe janë dalë edhe për herë dytë, e kanë njek dheun dhe e kanë bën uji i cili del rrjedh në shkollë, e kanë kthy kajën e ujit në anën tjetër për shkak se dhe shkolla ka qenë e mbushur me ujë, është pastru dhe mësimi është zhvilluar normalisht. Dhe tash na kanë thonë ekspertët se po pritet, domethënë ndoshta terja pak e terrenit për shkak se është shumë terren i rënd, dhe me intervenu për herën e tretë dhe me eliminu krejt atë pengesë të cilët u kanë. Shkolla në Letnicë funksionon si paralele e asaj fillore Dom Mikel Tarabulizën në Stubull.